Nuk numërove vite, por suksese për Kosovën, urimi emocionues i Endritit për ditëlindjen e ish-presidentit Hashim Thaçi. Në një ditë të veçantë për familjen Thaçi, djali i presidentit Kosovës, Hashim Thaçi, Endriti ka ndarë një mesazh të ngrohtë dhe emocional në rrjetet sociale, duke uruar Tahatin për ditëlindjen e tij. Përmes disa fjalëve të thjeshta, por teje domethënëse, Endrit Thaçi shprehu krenarinë dhe dashurinë e thellë që ndjen për babain e tij, duke vlerësuar lart jetën e përkushtuar ndaj vendit, gëzuar ditëlindjen bab. Jam shumë krenar me ty. Krejt jetën i shërbeve atë dheut, krejt jetën nuk i numërove vitet, por sukseset për Kosovën. Ditëlindjen e radhës do ta festojmë së bashku, shkroi Endri në postimin e tij. Krahas këtij mesazhi të ndjer, ai publikoi dhe një fotografi të bukur familjare ku shfaqet pranë babait dhe nënës së tij, duke përcjell ndjenjën e unitetit dhe dashurisë familjare. Ish-presidenti Hashim Thaçi është për momentin duke u përballur me një proces gjyqësor në dhomat e specializuara me seli në Hag. Gjatë këtij viti Thaçi ka realizuar 2 vizita të shkurtra në Kosovë, të lejuara nga dhomat e specializuara në Hag për çështjen e babait të tij, i cili ndroi jetë më shumë se një muaj më parë.